Arif Maloku nga Juniku, veteran dhe invalid i luftës së UÇK-s, bashkë me plagët në trup, ruan ende të freskëta kujtimet e çasteve të lavdishme. Ai kujton mëngjesin e hershëm të 9 prillit 1999 në Koshare, kur u thye kufiri dhe u vu në kontroll karaulla pamkeqe serbe, e cila për më shumë se 50 vjet kishte rënduar mbi popullin shqiptar. Ka ishte një operacion i përgatitur shumë mirë. Edhe domethënë kemi arritë derisa kemi shku në 10 metra, 10-15 metra dhe i kemi asgjësu çdo minahez, çdo gulinovat, krejt ato që i kishin armatimet, i kemi asgjësu në kohë. Edhe ndaj kemi pas sukses edhe nuk kanë pas shans me u kundërpërgjigj. Ditën e parë nuk kemi pas asnjë san të gabueshme të pa që na ka dështuar. Po gjithçka ka qenë brenda operacionit, brenda planit, edhe i kemi arrit ato qëllimet tona për cilat jemi nisë. Aty vlen të kësosja kalon edhe armatim në kazemën, ushtarakët është me minahes aty na i kemi përdor, edhe predhat, edhe minahesat, edhe topat, edhe automatikat tyne, dhe jenë ik me vrap të poshtë. Mirë po kanë mëndu me bof, edhe mas andaj shumë organizime, kanë pru shumë forca, gjitha njësit, domos Serbia i ka pru në Koshare, por nuk ka mujt me na thyje. Asnjëherë na, vetëm kemi përparu përpara. Familjarët e dëshmorëve të rënë në këtë përjetor thanë se krahas krenarisë dhimbja po bëhet më e madhe, pasi sipas tyre punët nëpër institucione nuk po ecin siç duhet. Sa është dhimbta, qaq është edhe krenaria. Po edhe më e madhe është mërzia kur shqiptarët nuk janë të bashkuar edhe nuk kanë razinër vetë. Këta nuk e kanë dhënë jetën shqiptarët mu përqafë. Këta kanë dhënë jetën shqiptarët mu bashku. Betejë e Koshares shënon njërin ndër ngjarjet e rëndësishme të luftës së lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në Rakoc të